Hidhini këto 6 artikuj nga kuzhina juaj dhe lëreni fatin dhe pasurinë të vërshojnë në shtëpinë tuaj. Përshëndetje miqtë e dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Sot do të flasim për kuzhinën, zemrën e vërtet energjetike të çdo shtëpie. Sipas mjeshtrit të madh të Feng Shuit, Master Ling, kuzhina nuk është thjesht një vend ku gatuajmë. Ajo është qendra ku vitaliteti takon ushimin e jetës, ku pasuria lind dhe ku shëndeti ushqehet çdo ditë. Kur energjia këtu bllokohet, pasuria ikën si ujë nëpër gjyshtërinë, shëndeti dobësohet dhe tensionet familjare rriten. Sot do të zbresim thellë në 6 gjëra që shumica prej nesh i mbajnë në kuzhinë pa e ditur se ato po na vrasin ngadalë fatin. Do t'i shpjegojmë një nga një, me të gjitha detajet, analogjitë dhe zgjidhjet. Le të fillojmë. Dëgjoni me vëmendje, sepse ndryshimi i vogël sot mund të sjellë mbarësi të madhe nesër. Pika 1. Ilaçet dhe suplementet. Imagjinoni kuzhinën si një tempull të vitalitetit. Ajo duhet të jetë e mbushur me energji yang, të nxehtë, të gjallë, të frymëzueshme. Ushqimi që përgatitet këtu kthehet në karburant për trupin dhe shpirtin ton. Por kur vendosim ilaçet mbi tavolinë, në sirtar pranë thikave apo pranë frigoriferit, çfarë ndodh? Ilaçet mbartin energjinë të sëmundjes, të dobësisë, të mungesës. Ato janë simbole e asaj që trupi ynë po lufton ta kapërcej. Kur i lëm të dukshme në kuzhinë, ne po i themi vazhdimisht universit, këtu ka sëmundje, këtu ka nevojë për shërim. Kjo krijon një konflikt të madh. Zjarri i sobës, yang, përplaset me yinin e ftohtë të ilaçeve. Rezultati? Energjia e ushqimit ndotet, shëndeti ynë merr sinjale të përziera dhe gradualisht imuniteti dobësohet, lodhja rritet, madje edhe financat vuajnë sepse shëndeti i dobët sjell shpenzime mjekësore. Shembull nga jeta reale. Shumë njerëz që mbajnë kutinë e ilaçeve mbi banak raportojnë se familja sëmuret më shpesh, sikur një fushë magnetike negative tërheq sëmundjet. Zgjidhja e thjeshtë dhe e fuqishme: hiqini ilaçet menjëherë nga kuzhina. Vendosini në një dollap të veçantë në banjë ose në dhomën e gjumit, vende që lidhen me pushim dhe shërim, jo me ushqim dhe jetë. Nëse duhet t'i mbani afër për rast urgjence, futini në një kuti të mbyllur, jo transparente, larg zonës së gatimit. Bëjeni këtë sot dhe vëreni ndryshimin. Kuzhina bëhet më e gjallë, ushqimi më i shijshëm dhe trupi juaj falënderon me vitalitet më të lartë. Përsëriteni me mua, kuzhina ime është tempulli i shëndetit, jo i sëmundjes. Pika 2. Portofoli. Tani le të flasim për pasurinë. Portofoli është simboli ynë personal i elementit metal, ai që përfaqëson pasurinë, suksesin material, stabilitetin financiar. Metal është i fortë, i ftohtë, i qëndrueshëm. Por kuzhina? Kuzhina është shtëpia e elementit zjarr, soba, furra, mikrovalet, flaka. Zjarri është i nxehtë, i shpejtë, shkatërues për metalin. Në ciklin e 5 elementeve, zjarri shkrin metalin. Kur e lini portofolin në kuzhinë, mbi tavolinë, në sirtar pranë thikave, apo edhe në çantë të varur aty, ju po i dërgoni një mesazh të qartë universit: merrni paratë e mia, digjini, shpenzojini pa kontroll. Shumë klientë të Master Linit raportojnë shpenzime të papritura, fatura të papritura, para që zhduken pa shpjegim, vetëm pse portofoli qëndronte në kuzhinë. Analogji: imagjinoni që çdo herë që gatuani, flaka e sobës po prek portofolin tuaj, gradualisht ai shkrihet, humbet vlerën. Zgjidhja: zhvendoseni portofolin në një vend të qetë, të tokës ose të metalit, dhomën e gjumit, pranë krevatit, te hyrja kryesore, në një sirtar të sigurt ose në zyrë. Mos e lini kurrë në kuzhinë gjatë natës. Kur ta bëni këtë, do të ndjeni një lehtësi, paratë fillojnë të qëndrojnë më gjatë, mundësitë financiare vijnë më natyrshëm. Kujdes, nëse harroni portofolin në kuzhinë edhe për një natë, energjia e djegjes fillon menjëherë. Pika 3. Enet e boshatisura ose uji i ndenjur. Uji në Feng Shui është simboli më i fuqishëm i pasurisë dhe rrjedhës së mundësive. Uji i pastër, i rrjedhshëm para që vinë lehtë, mundësi që nuk ndalohen. Por kur lini një ibrik, filtër uji, shishe apo gotë me ujë të ndenjur për ditë, ose edhe më keq, bosh plotësisht, çfarë po thoni?
Pasuria ime është e thatë, e bllokuar, e ndenjur. Stagnimi i ujit krijon stagnim financiar, pagesa vonohen, klientët zhduken, paratë ngjyhen në llogari pa lëvizur. Në kuzhinë, ku uji dhe zjarri bashkohen, ky bllokim është veçanërisht i rrezikshëm, krijon konflikt mes elementeve, tension në familje, madje probleme me tretjen, sepse uji i ndenjur ndikon në rrjedhën e energjisë në tru. Shembull, njerëz që pastrojnë filtrin e ujit çdo ditë dhe mbajnë enët plot, shpesh raportojnë rritje të papritur në të ardhura brenda muajve. Zgjidhja: mbajini enët e ujit gjithmonë të mbushura të paktën 2/3. Ndryshojini ujin çdo ditë ose çdo 2 ditë. Përdorni enë qelçi ose qeramike, jo plastike të vjetër. Shtoni disa feta limoni ose gjethen energjiku për freski ekstra, kjo shton vitalitet. Bëni ritual, çdo mëngjes mbushni enën e parë me ujë të freskët dhe thoni: rrjedha e pasurisë hyn lirshëm në shtëpinë time. Pika 4. Koshi i plerave pa kapak. Plerat janë energjia më e ulët, mbetje, e shterur, e vdekur. Në Feng Shui, plerat pa kapak janë si një vrimë zezë që thith çim pozitive nga kuzhina. Era e keqe, pamja e hapur, insektet të gjitha këto shpërndajnë shaçi, energji helmuese, në të gjithë hapësirën ku përgatitni ushqimin e familjes. Rezultati? Shëndeti dobësohet, probleme me stomak, alergji, pasuria ikën, sepse energjia negative largon mundësitë dhe familja grindet më shpesh. Zgjidhja: zëvendësoni menjëherë me kosh me kapak që mbyllet fort, mundësisht me pedale. Zbrazini çdo mbrëmje, kur mos e lini të mbushur. Vendoseni në lavaman ose në një dollap të mbyllur. Pasi ta bëni këtë, kuzhina merr frymë, energjia rrjedh, ajri pastrohet dhe ju ndjeni lehtësi menjëherë. Pika 5. Qeset plastike të ushqimeve. Ushqimi i porositur nga jashtë mbart energji të huaj, të nxituar, shpesh të ulët. Qeset plastike të mbushura me mbetje yndyre, erëra, janë si fantazma të energjisë së dikujt tjetër në kuzhinën tuaj. Ato krijojnë rrëmuj vizuale dhe bllokojnë rrjedhën e energjisë së pastër. Shumë njerëz që grumbullojnë qese plastike raportojnë ndjenje kaotike në jetë, para që shkojnë për ushqim jashtë në vend të kursimeve. Zgjidhja: transferojeni ushqimin menjëherë në enët tuaja të qelçit ose qeramikës. Hidhni qeset ose paketimet e panevojshme. Nëse i ruani për ripërdorim, palosini rregull dhe futini në një kuti të mbyllur larg zonës së gatimit. Ky veprim i thjesht sjell rend, pastërti dhe respekt për ushqimin e bërë në shtëpi, që tërheq pasuri më të qëndrueshme. Pika 6. Qirind aromatik ose dekorativ. Kuzhina tashmë ka mjaft zjarr, soba, furra, ndezjet e gazit. Çdo element zjarri shtesë krijon mbingarkesë, si të vësh benzinë mbi zjarr. Qirind, edhe pse të bukur, shtojnë flak ekstra që çon në irritim, debate familjare, tension, madje djegje të vogla ose aksidente. Zgjidhja: hiqini qirind nga kuzhina plotësisht. Për aromë, përdorni diffusers me vajra esencial, limon, nenexhik, portokall, aroma të freskëta alergjike. Hapni dritaren çdo ditë për ajër të pastër natyral. Kjo balancon elementet dhe kthen kuzhinën në një vend harmonie, jo tensioni. Përfundim. Të dashur miq, kuzhina e pastër, e organizuar dhe e respektuar është pasqyrimi i një mendjeje të qartë, e disiplinuar dhe e hapur ndaj mbarësisë. Master Lin na mëson: pasuria nuk vjen tek ata që presin, ajo vjen tek ata që krijojnë rrjedhë pa pengesa. Zbatoni këto 6 ndryshime sot, një nga një. Brenda pak javësh do të ndjeni ndryshimin, më shumë energji, më pak shpenzime të panevojshme, shëndet më i mirë, harmoni familjare. Nëse ju pëlqeu, abonohuni, ndajeni me dikë që ka nevojë dhe më tregoni në komente cilën pikë do ta zbatoni të parën. Ju uroj mbarësi, pasuri dhe shëndet të pafund. Faleminderit që ishit këtu. Shihemi në videon tjetër.